Sali Berisha është gati të paguajë miliona për të hequr nën gratën edhe pse nuk ja doli dot ta heq para zgjedhjeve. Kreu i PD synon ta realizojë atë në javët apo muajt në vijim dhe i ka hyrë fort lobimit. Ai ka lidhur një kontratë me Continental Strategy, ku do t'i paguajë $6 milion në 2 vite. Kontrata kjo më e shtrenjtë e lobimit e firmosur ndonjëherë nga një parti shqiptare. Por kush janë njerëzit që ka gjetur Berisha për të lobuar te sekretari Marco Rubio me shpresën se do t'i hiqet dëmka e korrupsionit? Kompania Continental Strategy u themelua në vitin 2021 nga këshilltari i tij Carlos Trujillo. Zoti Trujillo e themeloi atë më njëherë pasi Trump la detyrën, pasi kishte shërbyer në administratën e tij të parë si ambasador në organizatën e SBA-ve, po ashtu e njihet si avokati i presidentit Trump. Vetëm disa ditë pas rizgjedhjes së Donald Trump si presidenti i SBA-ve për herë të dytë, kjo kompani njoftoi një promovim për Katie Wiles, vajzën e Suzy Wiles, që shërbeu si shefja e fushatës së presidentit Trump. Aktualisht shefja e kabinetit të shtëpisë së bardhë. Kjo e fundit ka qenë bashkë me La Civitan, pjesë e ekipit fushatës. Disa ditë më pas, Continental kontraktoi Alberto Martinez, një ish shef stafi i sekretarit të shtetit Marco Rubio, si një partner menaxhues për të ndihmuar në rritjen e mëtejshme të Continental. Ndërkohë, në mesin e dhjetorit të vitit kaluar, firma punsoi zëvendësdrejtorin politik të fushatës së Trump, Alex Garcias, si partner. Sipas kontratës, kompania e lobimit do të ofrojë shërbimet e mëposhtme për llogaritë Partisë Demokratike. Krijimi i marrëdhënieve me aktorët kryesorë në qeverinë dhe Kongresin Amerikan për të lehtësuar zhvillimin e politikave. Mbështetje për të promovuar demokracinë, nismat kundër korrupsionit dhe reformat qeveritare në përputhje me marrëdhëniet SBA-Shqipëri. Përdorimi i përvojës së gjerë në marrëdhëniet me qeverinë, advokimin e politikave, të dërguarit ligjor dhe angazhimin e palëve të interesuara në linjë me objektivat e Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Pra duket se Berisha ka gjetur njerëz shumë të afërt me Trump dhe Rubio, me shpresën se ata do të lobojnë në dash për të zhbërë vendimin e Blinken. Por pyetja që ngrihet është ku i gjen Berisha kaq shumë para? Në kontrata futet emri një personi nga Tropoja, por zor se dikush e ka përdin. Nureddin Seci, që del garantor, rezulton prej 30 vitesh si sportist dhe trajneri i ekipit të alpinizmit Valbona. Pra nga burojnë milionat.